Uri me Prishtinë, uri me Sunny Hill. We are from Turkey. Sunny Hilli këtë vit, si çdo vit, ka qenë fantastik. Është një mrekulli e vërtet, një numër i madh i turistave, pra njerëz që vinë prej vendeve të ndryshme të botës, vinë vetëm për Sunny Hill Festival. Edhe kjo është një gjë shumë e mirë për kryeqytetin. Si vjet po thonë që dikun rreth 50.000 vizitor edhe lokal edhe ndërkombëtar kanë ardhur për Sunny Hill. Tash jemi në natën e tretë sonte dhe sonte përfundon, po ka qenë me të vërtet një festival i mrekullueshëm, prandaj falenderoj shumë edhe organizatorët, e kemi pas edhe duan këtu ton kohën, pra për suportin e saj, për përkrajen që ja bën çdo vjet, edhe për organizatorët normal që e kanë bërë një punë të mrekullueshme. Sunny Hilli po e qet Prishtinën në pedestal. Edhe shumë njerëz që po i takoj që janë prej vendeve të ndryshme, po thonë që është një ndër festivalet më të mira që kanë qenë ndonjëherë në jetën e tyre. Kështu që uri me Prishtinë, uri me Sunny Hill. Po qyre, krejt kanë qenë fantastik, tash mos më ndodh. Po normal unë që tash për shembull ky Steven Garrix tash është amazing, tash veç po e ndëgjojmë tash që do me fillu Martin Garrix. Kështu që ndëgjon edhe pak, po presim edhe pak, me siguri ka me qenë ma fenomenali, po edhe ma vonë ka me pas yje tjerë në zonën tjetër që kanë qenë të mrekullueshëm, po për të krejt këtyne janë njerëz që bëjnë atmosferën. Po e shihni një atmosferë super e mirë në Sunny Hill, në kryeqytet. Edhe kjo është ajo që ka jep shpirt Prishtinës, që ka jep shpirt krejt vendit faktikisht. Kështu që duhet ne me investu edhe ma shumë në art, në kulturë, në evente, në festivale, me u hap, sepse kështu e qesim pa Prishtinën mirë ma mirë, shumë ma shumë në botë. Dhe normal investime tjera që po i bëjmë në transport publik, në infrastrukturë, gjitha këto janë pozitive dhe janë mëse të nevojshme që Prishtina me të vërtet në qenë një kryeqytet evropian. I'm from Turkey and this is my first time in Kosovo Sunny Hill Fest. I think this is a very good festival and we are coming from with my office friends because this festival including the Katy Perry and Manifest from Turkey. So at the same time we are travel the all Balkans countries. I think it's very beautiful city. It feels how can I say, exciting and I think it's really enjoy and more than I attend the festivals, so I like that. We are from Turkey and this is the first time we've been here in Kosovo. And also in Sunny Hill. Yes, first time. This is a good experience so far. That was Katy Perry. That was really great. And also Manifest. You saw the affections of the Turkish people here. For Dua Lipa, because we are waiting for the Dua Lipa sing some song. Sunny Hill është vjetër shumë mirë. Ka njerëz prej çdo vendi tjetër të botës, ka shumë turista, këtë pi pëlqen edhe shumë nice. Nice, po duket shumë mirë vina çdo vit në Sunny Hill. Ma shumë jena ardhur për stage-in tjetër për C4-sh, se nikëll ma shumë nguj muzikë elektronike për pausën, Adam Purtin, qështë? Njëjtë edhe ne, me këtë shumë. Bashkë jena ardhur. Nuk domina, jena pandashëm.